Në një nga postimet më të ndjera dhe më prekse që Chiara Tito ka publikuar ndonjëherë, ajo ka ndarë me ndjekësit e saj një video që rrëfen momentin më të bukur dhe më të rëndësishëm të jetës së saj dhe të Louise Ailey, lindjen e vajzës së tyre Luna Marie Ailey. Videoja, e postuar pikërisht në ditëlindjen e parë të vogëlushes, ka përmbledhur çastet e para kur Luna erdhi në jetë dhe emocionet që shpërthyen në sallën e lindjes mes dashurisë së prindërve të saj. Chiara shihet e shtrirë në krevatin e sallës së lindjes, me syt plot dritë dhe fytyrën e mbushur me një buzëqeshje që flet më shumë se çdo fjalë. Në krahët e saj shfaqet Luna, ende e sapo lindur, që prek për herë të parë lëkurën dhe zemrën e nënës së saj, ndërsa në video duket edhe Louise, i cili i qëndron pranë Chiarës me dorën mbi ballin e saj dhe sytë e mbushur me lot gëzimi, duke e përkëdhelur në ato sekonda që kanë ndalur kohën. E gjitha kjo e shoqëruar me urimin e thjesht por të përjetshëm që Chiara ka shkruar në postim. Në këtë çast ndaloi koha dhe nisi përjetësia jon kur erdhe ti Luna Marie Ailey. 30/04/2024, fjalë që e përkufizojnë më së miri peshën dhe bukurinë e këtij momenti, një përjetim që nuk do të harrohet kurrë. Në video shfaqen gjithashtu edhe imazhe të tjera nga ditët e para të Lunës, si çasti kur ajo vendoset në inkubator dhe pamja e parë ku Louise e mban në krah për herë të parë, i emocionuar dhe i hutuar nga mrekullia që ka ndodhur. Ky postim ka marrë menjëherë një reagim të jashtëzakonshëm në rrjetet sociale, me dhjetëra mijëra komente dhe urime për vogëlushen që mbushi një vit dhe për çiftin që ka krijuar një familje kaq të dashur për publikun. Shumë nga ndjekësit e Chiarës dhe Louisit kanë shkruar se janë përlotur duke parë pamjet, duke uruar Lunën për një jetë të gjatë dhe të lumtur, ndërsa të tjerë kanë ndarë emocionet e tyre si prindër, të prekur nga sinqeriteti dhe dashuria që përçohet në çdo sekond të videos. Ky moment është padyshim një nga postimet më të ndjera të çiftit dhe një kujtim që do të jetojë përjetësisht në kujtesën e tyre dhe të gjithë atyre që i ndjekin me dashuri.